Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju, mbi familjet tuaja dhe mbi të dashurit tuaj. Të dashur vëllezër, të nderuara nëna dhe motra. Po jetojmë ditët më të vlefshme të vitit, të cilat vetë se një pjesë e madhe e tyre ka kaluar, por nuk do thotë kjo se ajo që na ka mbetur nuk është e vlefshme. Madje lirisht mund të themi se edhe pse shumëta ka kaluar e këtij Ramazani, ka mbetur më e pakta, por më e vlefshmja për të shpërblyer. Sepse tani më vetë se jemi në fundin e Ramazanit dhe 10 e fundit të Ramazanit, në të cilat ditë dhe net Allahu shpërblen robërit e tij. Allahu nderon robërit e tij. Allahu paguan robërit e tij. Allahu jep prej bujarisë së tij. E padyshim, kush është ai i cili nuk i dëshiron këto mirësi prej Zotit. Për të fituar këto mirësi prej Allahut fuqiplot, duhet që edhe ne më tepër në këto net të ashtojmë bujarinë tonë, të ashtojmë sadakon tonë, të ashtojmë të mirat tona ndaj të tjerëve. E prej veprave që Allahu fuqiplot i don prej robërve të tij të pasur është dhënia e sadakos. Çfarë është sadakoja? Sadakoja është një vepër vullnetare, të cilën e ndon njeriu për tjetrin prej asaj që i ka dhënë Zoti fuqiplot. Prej pasurisë që Zoti na ka dhënë, nuk është pasuria e jonë, është e Zotit. Por Allahu ne na ka zgjedhur që ta marrim atë pasuri, ta menaxhojmë atë pasuri, të tjerët t'i gëzojmë me atë pasuri. E padyshim, në pasurinë tonë që Allahu na ka begatuar me të, ka hise, ka pjesë edhe i varfri, edhe vllai yt, i cili momentalisht nuk është ekonomikisht mirë, i cili për momentin është i sprovuar me këtë, por edhe ne jemi të sprovuar me pasurinë që e kemi, sepse edhe pasuria, edhe varfëria janë sprovë. Andaj, për ta zbut varfërinë ka mbetur sadakoja. Por çfarë thot Zoti në Kur'an për sadakon? Allahu fuqiplot në shumë ajete kuranore na flet për këtë, na flet për sadakon, na flet për bujarinë, na flet për ndihmën ndaj tjetrit. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allahu fuqiplot thot: nuk do të arrini mirësinë asnjëherë, nuk do të arrini begatinë asnjëherë, nuk do të arrini të mirat asnjëherë, përderisa të ndoni për tjetrin atë që për juve është më e dashura. Nuk do të ndiheni të lumtur asnjëherë, nuk do të ndiheni të bekuar asnjëherë, nuk do të jeni të kënaqur asnjëherë, përderisa të ndoni për nevojtarin atë që për juve është më e dashura. E më tregoni kush nuk ndihet i lumtur kur ndihmon dikën, kush nuk është i gëzuar kur arrin që ta ndihmoj dikë, kush nuk është i qetë dhe e bën gjumin e bukur kur e di që e ke ndihmuar sot dikën, kur e di që ke dhënë sot prej pasurisë sate. Ndoshta ti je në gjumë, por lumturia që ke futur në zemrën e palës tjetër i ka hap dyert të qiellit dhe përmend emrin tënd në lutjet e tij. E më tregoni çfarë peshe ka kjo lutje, çfarë pagë duhet për të fut gëzimin në shpirtin e dikujt. Të gjitha arrihen, të gjitha mund të bëhen, por duhet që sakrifica ynë dhe dashuria jonë për të tjerë të jetë më aktive, veçanërisht në këto net e fundit të Ramazanit, kur e dim që në këto netët e fundit e kemi edhe natën e Kadrit, Lejletul Qadri khairun min alfi shahr. Nata e Kadrit është më mirë se sa 1000 muaj. Për të arritur këtë natë, bëjeni shprehi që për këto 10 net sa kanë mbetur, në çdo ditë të ndoni prej pasurisë suaj të japni sadaka. Bëjeni një ditë kurban për Zotin. Bëjeni një ditë të begat për ty. Shko vizitoje dikën i cili ka nevojë. Shko ndihmoje dikën i cili pret prej teje.
shko gëzoje një familje nevojtare, shko vizitoje një të sëmurë, shko vizitoje një jetim, i cili mësë tepërmi ka shpërblim. Vetëm koka e tij të lëdhatohet, so qime ka në kokë, jetimi as gjunohet fshihen ty. Vetëm lëdhatimi nga dora yte në kokën e tij, ku është ndihma që do t'i ofroj, ku është sadaka që do t'i dhuroj, ku është buzëqeshja që do t'i dhuroj, ku janë ndihmat që do t'i japim. Këto përfshihen gjitha në sadaka. Cila është sadaka më e mirë? Padyshim, sadaka më e mirë, sadakaja më e mirë është ajo që jepet fshehurazi, jo haptazi. Është ajo e cila nëse jep dora djathtë, nuk e din as dora e majtë. Nëse publikohen rastet, nëse shfaqen rastet, bëhet vetëm për një qëllim, për të treguar transparencë ndaj atyre që kanë dhuruar dhe për të qenë të nxitur të tjerët, hala dhe ende për të ndihmuar. Sepse më tregoni, sot ta shfaqim një video emocionale ku një pjesë e familjeve tona të varfra jetojnë. Tregoni, a nuk preket zemra ynë, a nuk ngjallet emocioni ynë, a nuk ngjallet bujaria ynë, a nuk ngjallet sadaka ynë që sa do pak edhe unë të kontriboj. Mos harroni, të varfrit janë të varfër, sepse pasuria e të pasurve nuk ndahet në mënyrë të barabartë. Sikur pasuria, sadakaja dhe zeqati i të pasurve të ndahej në mënyrë të barabartë dhe të ipej ashtu siç duhet, nuk kishte pas nevojë asnjë njerëz, s'kishte qenë asnjë i varfër. Por këta skamnor dhe nevojtarë që sot i kemi, janë barë e imja dhe e juaja, ka pëqojnë pasurinë, ka pëdhojnë, ka po shpenzojnë, qëfar po bëjmë? Se më tregoni, qofse ne sot jemi të pasur, a do të thotë kjo që gjithëherë do t'jemi kështu? A do të thotë që nesër s'kemi nevojë? A do të thotë që nesër s'do të bëhemi nevojtarë? Të gjithë pasuria që sot është e imja, ka ardhur prej Zotit. Unë jam rabi Zotit. Allahu më shikon, Allahu më dëgjon, Allahu më vëzhgon. Andaj këtë pasuri që ti sot e ke, bëje hisetar, sepse patjetër në pasurinë time dhe tuaje ka hise dhe i varfri. Hisën e ti, pjesën e ti, jepe me dorën tënde. Dhuraje mos të shef askush. Dhuraje me dorën e djathtë, mos ta shef dora e majtë. Jep sadaka atë sa ke mundësi. Jep ndihma atë sa ke mundësi. Muhamedi a.s. thot, nëse një dirhem sadaka është dhënë, ka mundësi që ta të i kalon me shpërblim ata të cilin i ka dhënë 100.000 dirhem. Ai i cili i ka dhënë 1 dirhem sadaka, ka mundësi që ta kaloj shpërblimin e atij i cili i ka dhënë 100.000 dirhem sadaka. Ja Rasulullah, qysh bëhet kjo punë? Tha po, se ky që i ka dhënë 1 dirhem e ka dhënë gjysmën e pasurisë, ndërsa ai i cili i ka dhënë 100.000 dirhem sadaka e ka dhënë vetëm një pjesë të vogël sadakas. Andaj shpërblimi është më i madh për atë që ka dhënë gjysmën nga pasuria e tij, sesa për atë që ka dhënë një pjesë të pasurisë së tij. Jep sadaka për prindërit e tu, për familjen tënde, për fëmijët e tu. Dhe gjatë jetës tënde mundohu që të hysh në hadithin e Muhamedit a.s. i cili ka thënë, kur njeriu vdes, mbyllen të gjitha mundësitë e punëve të mira, përveç në 3 raste. Prej 3 rasteve po e veçojmë vetëm njërin, i cili ka thënë, sadakaja rrjedhse është ajo e cila të bën ty të jetosh edhe pas vdekjes. Mundohu që në sadakon tënde gjatë jetës tënde të kontribosh në vepra të cilat lënë gjurmë të tua edhe pas vdekjes. Mundohu që të ndërtosh ndonjë xhami, qoftë s'ke mundësi ndërtimin e xhamisë, të kontribosh diçka për xhami.
sepse xhamia do të mbetet e ne do të shkojmë. Mundohu që të shpërblesh të tjerët me një qesh me ujë, me një kro ujë, me një burim ujë, prej të cilit do të freskohen njerëzit, prej të cilit do të pinë ujë njerëzit. Ai ujë do të mbetet i gjallë edhe kur ne sjellë. Mundohu që në sadakon e vazhdueshme, sadakatun xharje, të marrësh pjesë që të jetosh edhe pas vdekjes, e në këtë pjesë kemi mundësi të kontribuojmë në shumë aspekte, të cilat për shkak të kohës nuk po i përmendim sot, por kontriboni, jepni prej asaj që Zoti ua ka dhënë dhe mos harroni që ajo sot ne e japim do të mbetet me ne, ndërsa ata të cilën e lëm në tokë do ta shfrytëzojnë të tjerët. Përveç asaj që e japim, shpërblimin e saj do ta gjejmë te Zoti. Ata të cilën e lëm për të tjerët këtu do ta shfrytëzojnë të tjerët të cilët do të vinë pas nesh. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.